Përshëndetje nga kuzhina e Nirit. Sot kam vendosur të përgatit mish në furr që bëhet shumë i shishëm së bashku me sosën e vet që nuk keni nevojë ta përgatitni ekstra. Pra, i but edhe me tepër shije. Krejt që kanë nevojitën janë 1 kg mish të viçit ose të lopës, 2 lugë të gjellës salcë të domatave, 1 lugë të mesme me hudhër të bluar, 1 lugë të mesme me biber të kuq, 1 lugë të mesme veget, 550 ml pra me ujë të ftoft, 1 katror që është pra me melmesa të viçit ose të lopës, që shkrihet në ujë, 5-6 gjethe dafines, 4 karrota, mandej patate, 3 qep e kemi grishtu, 2 lugë të gjellës me një sheste ose mill, 100 g me gjallë, pak vaj edhe bismillah fillojna me përgatitjen. Morëm një tigan ku edhe qesim pra vaj, që të nxehet mirë. Është nxehur tashti edhe vaj, tash e qesim mish. E karadisim 2 omë pra mirë, solona, pasi që kemi kavardisur edhe mishin, e morën një tavë të thellë ku qesim bismillah karotat, mandej patatet, dhe shtupi i coptojnë në shtopë që janë thellë. Morën mishin, mbas e kemi qitë edhe mishin e tavë, tash tek vaj, hedhim qep, gjallën pra. Kavërdisim pak. Derisa të shkrihet edhe gjallën. Është shkri edhe gjallën. Tash morëm salcën e domatave. Këtë lloj të mishit mundën e përgatit sikur për qefe që jemë të përgatit që tash une, sikur për raste festive, që në ndoj fest familje, që ju vinë shembull mesafer, edhe ndoqit me qitë mnere që shtemi një shqiptar, se kërkush nuk vjen më hangër, edhe buka s'kuj nuk e marë në kërkomin, për nëse dëshironi pra me pas një darkë ose drekë shumë shishme, e përgatitni pra këtë përzina në salcën. Tash e marrim ujin, hedhim melmesa tek uji, me shestën, ose mill, pra 2 atën, tek katrorin që është lopës, edhe përzina me tel të dorës, të gjithë së bashku. E kemi kavërdit salcën e domatave me qep, tash hedhim gjithë përbashkët që i kemi razu me ujë. Edhe përzina. Mbasi kemi përzit tash edhe sosin, krejt në fund t'ja qesim pak biber të zi, edhe me maja të kishtave, pak sheqer, 2 herë kështu. Përzina mirë edhe ja kthena këtë sosin mishit për në tavë. Nëse nuk keni këso tavë të thellë, bën edhe në tepsi normale, nuk ka lidhje, me që duhet me mblu mandej me folje tepsi. Mbasi edhe sosin e kemi përzi, tash bismillah e qesim, krejt pra kthejna tek mishi. Mbasi e kemi qit edhe sosin brenda, tash me anë të lugës pak
ja bojna ka një vrim që të dëpërtoj pra sosi deri në fund të tavës. Morëm gjithët e dafines që jepin një aromë shumë të mirë edhe në shije po ashtu. I ranojna brenda me lugë. Furrën e kemi lëshu me nxenë temperatur 200 gradë që tjetë pra e nxehur mirë. E marrim kapakun e tavës, e mbyllim edhe e fusim me njerë tavën brenda në furrë pra në temperatur 200 gradë. E kemi hjek edhe tavën prej furrës, e kom lënë temperatur 200 gradë për 2 orë e 15 minuta. Shumica mund me thonë, po të feka me rrymë. Tek ushqimi asnjëherë nuk duhet me rujt paret e me kursi për ndryshe. Mundën me rujt të cigaret e shto që nuk na nevojitin. Kështu që ja vlen. Edhe shumica po ashtu kanë edhe shporetin me dru kështu që ndashit me përgadit për mjo knoq, një drek ose dark, ja vlen ta përgadit një kështu. Sosi bëhet perfekt. Mishi i but po ashtu perfekt. Çka don ma mirë për një drek ose një dark të shishme, sikur për familje ashtu edhe kur keni pra mesafir. Neve na beft mirë, e ju po ashtu nëse provoni. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni, komentet e bukura. Deri në recetën e radhës nga Kuzhina Njerëzit. Miru pafshim.